Jo, absolutisht, po kjo që deputet, unë kam qenë të një studje se është shumë bashkë në TVN, kur kam diskutu me kolegë, kur kandidojshim në garë, se e prezentojshin programin e tyre të zënë për siguri dhe mbrojtje. Edhe në pyetshan, çka bëni nëse fitoni zgjedhjet edhe ky program i juaj për siguri edhe mbrojtje nuk implementohet nga qeveria juaj. Çka kena me bë? Çka kemi je deputet, duhet me dal kundra. Pra ne duhet me ndërtu demokraci të shëndosh këtë vend. Fjala dhënë me mbajt. Po çka po ndodhte na, edhe te rasti i presidentes, është se vetë e kanë mbjellë, edhe zonja Osmani në rrugtimin e saj politik. Ka shumë gabime normal. Ka shumë gabime normal. Dhe cila ai ka momentin me po është në anën tjetër se cili politikan ka përzidhjen. Po, përzidhjen. Zgjidhja është shumë e thjeshtë, ajo që kam thënë disa herë edhe në emisionin tuaj edhe në emisione tjera, që kam thënë tash prej vitit kaluar, në bazë të asaj që kemi pa sa i përket përfaqësimit tonë në nivelin ndërkombëtar, në bazë të performancës së zonjës Osmani, mendoj që është më se mjaftueshme që të rikonfirmohet edhe për një mandat tjetër. Përveç asaj, nocioni i arritjes së një konsensusi ndërpartijak për një kandidat apolitik është thuajse i pamundur, edhe në momentin kur është diskutuar, mendoj që ka qenë shumë e pandershme dhe u dëshmua që është e pandershme, kur është diskutuar familja Jashari, dhe përveç familjes Jashari, për fat keq në jetën tonë publike nuk është që kemi ndonjë figurë që mund të kalohet si konsensuale, pasi që figura konsensuale do të jetë apolitike ose apartijake. Për fat keq, përkundër asaj që tha zoti Krasniqi, mendoj që shumë figura ndoshta që kanë qenë shumë të respektuara para angazhimit tyre në politik, pas angazhimit në politik, ka humbur ai emër që ndoshta e kanë pasur, kështu që është shumë vështirë të gjendet një figurë e cila do të ishte apartijake dhe do të ishte mbi partitë politike. E lere më dikush që do të paraqes unitetin kombëtar. Zotë Ali e Peja, e kam thënë në studio tjera, nëse s'po du me marrë me analogjien që u zgjedh në Korejt Veriut atje përzdi satën herë kryetar, pra nëse ne dojmë shku kështu mos me lënë tash gjymtar politik në një rrethon, unë javë dëshiroj jetë gjatë gjitha të mirat e s'po du me marrë këtë shembull, për në një moment, nëse nuk ekziston zonja Osmani, nuk ekziston zoti Kurti, ç'a me bë me këtë vend? Jo, bë krijohen figura të reja. Ka figura të reja. Një ndër figurat të reja, po e tham për një emën që Kosovën kish mundur... Përmendna, po. Po e përmendi. Tash, që Kosovën, jo që kish mujt me përfacu dignitet më shumë se cili kandidat deri sa. Se ne normalisht mburremi edhe jemi krenar kur institucionet tona performojnë mirë. Po. Nuk ka shqiptar, kuptimin se nuk ka qytetar këtij vendi që nuk don me pa vendin mirë të zhvilluar. Po. Po politikat e jashtme, performimi i tyre nuk i ka sjellë ndaj dobi në zhvillimin e mirësinë e këtyre qytetarëve. Pra roli sado që është simbolik ose sado që është protokolar i presidentes. Po. Na ka dhënë edhe shembuj të keq se si ti e trajton fëmijën tënd në raport me fëmijën e dikujt ndryshe. Unë po e tham edhe po marr kritikë. Nëse për ata ne kemi devalvuar vlera. Analogjien me deklaratën e zotit Jashari sonte, që tha në situata të jashtëzakonshme do të sakrifikohem me fëmijët e mi. Përderisa kemi protagonist politik këtë vend që fëmijën e vet nuk e shkollon këtë vend. Edhe fëmijën e vet nuk e shkollon shkolla publike, i bën zgjidhje fëmijës. Po gjithë janë tillë, Po nuk është standardi, po mendoj që duhet standard këtë vend me sjell. Po emrin s'ka tregove. Po, Mbritemi. Unë kam thonë në emën, edhe që tash emni A doli nga mendja? Jo, nuk më doli nga mendja, është zonja Visoka Veller, një ish gazetare e njohur, bashkëshortja një njeriu të madh që ka kontribuar për Kosovën, Mark Vellerit, një diplomate e mirë, që i ka ndihmuar Kosovës në heshtje shumë diplomaci,
Mark Velleri ka punu për Kurtin tash, a i bjen partijak. Luftën më të madhe që ja ka bon najkush që ja ka fitu betejën më të madhe Kosovës në gjykatën ndërkombëtare. Nora Visokavella. Nora Visokavella. Jo, sa Osmani thonë që ka bo luftën më të madhe. Jo, absolutisht e ka bo Mark Velleri, edhe menoj që është një figurë që kish me përfacu Kosovën shumë dinjitetshëm. Pra, Kosova ka dhe emrat e tjerë, edhe politik. Unë normalisht... Që është një person, nuk jam i sigur da ke qenë te a dikush tjetër jakës që ka pas propozu Hari Baraktarin për president. Jo, se kam propozu, dikush po jakës. është propozu pa i... Edhe ju detyru 2 herë, një herë isha në studio me ty, kur deklaroj një gjë tillë, herën e dytë ishte në një studio tjetër, ku u detyrua 2 herë njeriu dalë publikisht dhe thotë që e para nuk ka interes për atë pozitë, dhe e dyta është për krahas i plot i vazhdimit të mandatit të zonës Osmani. Dhe